Njëni prej komentëve më brutale në shqiptari që ke mujt me po është ky koment. Pasi disa fëmijë në një xhami dikon në Kosovë ose në Shqipëri e kanë bën një foto me hoxhën ose nuk po di mësuesin e tyre në xhami duke qitur qiponjen, por shikon e komentin. Cofshin me rend, këta janë turpi i kombit. Fahret Gjarë ju ka thonë fëmijëve ta shlogarete deri ku ju shkon menja këtynëve. A përsheni popull i dashur që këta janë që fusin për qamje, këta janë që lypin vdekjen e fëmijëve, sepse janë mësues si kur vlezërit e tyre atje në Izrael të i vra fëmijët, edhe do më thonë civilt, që shto janë këta. Une i kisha thonë policisë shtetit të Kosovës më merë me këtë sen, sepse një njërin mosh, ka vjetën, mu lutë për me vdek fëmija, veç pëse janë shku në xhami, pas të shifti që ti na vorë që për një me po ma qilë një gojën bre zot ju dënovë. Bre softina një herë, veç kijat janë lutë që shto për me dek shqiptarët, mëre zot ju vravë, zot ju dënovë, zot i ditë mënyrën ma të keqe qysh ja u ktheft. Edhe i shalla mëre zot nuk ja u falë kur zot i madhë kur lutë një që shto për fëmi e sidomos për civil. Po ashtu edhe për muslimant.